Një helikopter fluturon ullët mbi savanën e artë Lua Conservancy, duke çuar një rinoceron gjigant drejt një ekipi ekspertësh të jetës së egër që presin të pajisur me mjete mjekësore. Shërbimi i jetës së egër të Kenjas dhe Lua Conservancy përfunduan një operacion një javor me qëllim gjurmimin dhe mbrojtjen më të mirë të popullatës në rritje të rinocerontëve në rajon. Ne identifikojmë kafshët bazuar në vitet, moshën, gjinin, specie nëse është rinoceron i zi apo i bardhë, tha Dominik Meringa, drejtues në Lua Conservancy, teksa veterinerët me shumë kujdes bëjnë një prerje identifikuese në veshin e një rinoceronti. We identify animals that are supposed to receive the code. Ne identifikojmë kafshët që supozohet të marrin kodin bazuar në vitet, moshën, gjinin, gjithashtu specien, nëse është rinoceron i zi apo i bardhë, dhe e zhvillojmë atë listë me kujdes për të siguruar nëse rinocerontët të cilët po i dallojmë me anë të prerjes identifikuese në vesh, janë në rregull për sa i përket moshës. Gjithashtu vëzhgojmë çështje si shtatzania, nëse është një femër shtatzën, i japim kohë. Nuk mund të veprojmë njësoj nëse është shtatzën, nuk mund të përdorim qetësues as tek të vegjëlit në 2 vjeç. Into drugs or nothing. We have seen Kemi parë një rritje të jetës së egër gjatë viteve të fundit dhe në fakt kjo na ka mundësuar gjithashtu të transferojmë disa rinoceront në vende të tjera të mbrojtura duke hapur streha të reja brenda Kenjas veriore dhe gjithashtu duke populluar rezerva qeveritare. Në operacionin që përfshinte gjurmimin me helikopter dhe ekipe toksore, specialistët matnin brirët dhe monitoronin nivelet e oksigjenit, ndërsa rojet hidhnin ujë mbi kafshët e qetësuara për të parandaluar mbi nxehjen. All of them, you make 7 dots. 7 is a lucky number. Okay. Very good. What? We're gonna be very crazy. Our rangers track them, they observe them on a daily basis, they report them to the ops room. Rojet tani gjurmojnë, i vëzhgojnë çdo ditë, raportojnë në dhomën e operacioneve për sjelljen e tyre ku kanë qenë, zonat e tyre të vëzhgimit, gjendjen e trupit të tyre atë ditë, shëndetin. Të gjitha këto monitorohen. Përmes prerjes identifikuese në vesh, nuk kemi parë ndonjë devijim ose ndonjë sjellje negative. Ata thjesht kthehen në jetën e tyre normale sa më shpejt e jetë e mundur. So it's as normal as they just go back to their normal life as quickly as possible. Ekosistemi Lua Borana tani strehon më shumë se 300 rinoceront, numri të cilëve rritet vazhdimisht. Zona është e siguruar mirë, nuk ka ndërhyrje të kafshëve dhe asnjë ndërhyrje njerëzore, tha veterineri Dominik Mijele. In this Lua Borana ecosystem, Në ekosistemin Borana kemi më shumë se 300 rinoceront, si të zinj ashtu edhe të bardhë, së bashku janë më shumë se 300 dhe numri vazhdon të rritet, por rritet shumë shpejt sepse zona është e siguruar mirë, habitati është i mirë, nuk ka ndërhyrje të kafshëve të tjera apo njerëzve. The habitat is good, there is no livestock incursion, and there is no human interference. Në dhomën e operacioneve, rojet gjurmojnë rinocerontët duke përdorur ekrane elektronike që monitorojnë lëvizjet në të gjithë rezervatin prej 38.000 hektarësh. Yes, we expect the growth rate. Ne presim që raporti i shkallës së lindjeve të rritet dhe në 5 vitet e ardhshme presim 50 rinocerontë të tjerë në këtë ekosistem. Pra në total në 5 vitet e ardhshme mund të kemi 400 ose më shumë. Or more. You can check.